Nëse Allah ose që na jep neve urdhën Kur'an në thot, ja ju helledhina amenu, kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjerimi i muajit të Ramazanit, ashtu siç ka qenë bërë obligim edhe për popujt e tjerë që kanë qenë para jush. Për shkelin që ju të bëni më të devotshëm, që ju të bëni më të devotshëm dhe të afroni më shumë tek Allahu azza wa jalla. Ky muaj madhështor, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron në Ramazanin me besim tek Allahu azza wa jalla se do shpërblet për këtë, do t'i falin gjunafet dhe gabimet, me të vërtetë atij do i falin gjunafet dhe gabimet. Edhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që tek hadithi ku Xhebraili alayhis salatu selam vjen dhe pyet profetin, thot: "Ja Muhammed, më fol mu për Islamin." Në shtyllat kryesore të Islamit përmend edhe agjerimin. Nga 5 shtyllat kryesore.